Miq, përshëndetje. Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për numrin 5. Përpara se të fillojmë ta shtjellojmë për numrin 5, desha të uroj të gjithë agjëruesit fesë muslimane që jetë një muaj i lehtë dhe paqja, harmonia, gëzimi dhe lumturia mbi zotëron familjet tuaja. Tek po flasim për numrin 5, do flasim pak më poshtë duke shtjelluar që nga numerologjia, pak profet, si dhe mistere nga pak duke i prek të gjitha. Atëherë, siç e dim, 5 janë shqisat tona, 5 janë gishtat në dorën tonë, 5 janë edhe planetet që më të rëndësishme që lidhen midis hënës dhe yjeve, pra për ne, si dhe 5 në të shumicën e rasteve janë petalet e luleve që na sjellin gëzim, lumturi tek ne. Në fenë muslimane, numri 5 është tepër i rëndësishëm, sepse janë 5 shtyllat e... Pra në fenë muslimane, 5 janë shtyllat e besimit. Shahadeti, pra dëshmia e besimit në një Zot, si dhe profeti Muhamedi a.s. Namazi, 5 falje ditore që çdo muslimani i rregullt i bën. Agjërimi, sakrifica e trupit dhe e shpirtit gjatë muajit të Ramazanit. Zakati, dhënia e bamirësisë që pastron shpirtin dhe sjell paqen, 2.5% që stojnë feja muslimane, si dhe haxhi, pelegrinazhi në Mekë që sjell shpëtim dhe udhëzim. Në fenë katolike, numri 5 po ashtu lidhet 5 plagët e Jezu Krishtit ose Isait, si stojnë fenë muslimane. Një plag në dorën e djathtë, një plag në dorën e majtë, një plag në dorën në këmbën e djathtë, një plag në këmbën e majtë, si dhe një plag në brinjë, që simbolizojnë sakrificën dhe shpëtimin e njerëzimit. Në Kabala, po ashtu, numri 5 është më shumë se sa një shifër. Ai përfaqëson shkronjën Hej, që është simboli i frymës hyjnore dhe pastrimit shpirtëror. 5 elementet e krijimit, që janë përmes dijes dhe mistereve të fshehura. Po ashtu 5 librat e Torës. Në Kinë po ashtu 5 elementet, pra siç janë druri, uji, zjarri, toka, dhe një element që është i shtuar për dallim me Europën apo Indin, që është metali. Ndërsa për Etiopin, që besoj që për ne shqiptarët është shumë pak e përmendur, edhe pse është një vend tepër i vjetër me histori shumë të vjetra. Në traditën etiopiane, me numrin 5 janë 5 portat mistike, janë simboli dijes dhe udhëzimet që duhet të kalohen për të arritur një uri të thella dhe shpirtërore. Këto porta lidhen me udhëtimin shpirtëror, pra ku çdo portë përfaqëson një fazë të rëndësishme të në zhvillimin ton shpirtëror dhe personal. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ju lutesha të bëni abonim apo subscribe dhe ta shpërndani tek njerëzit e tjerë. Shihemi në videon tjetër. Që fitni ditë e marë. Ju përshëndes.